Jemi ndalë me një hadith të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, në të cilën pejgamberi alaihi salatu wassalam me fjalë të shkurtra në rreshta të pakt e përshkruajti në mënyrën më të qartë si diellin mesditë përgjithësitë e besimtarit apo edhe njeriu në përgjithësi karshi shoqërisë në të cilën jeton në raport me ligjet e Zotit te bareke ve teala. Nga Nu'man ibn Bashiri radhiyallahu anhuma se e ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë, shembulli i atij i cili ruan kufit e Allahut dhe shembulli i atij i cili i ka shkel vijat e Allahut është sikur shembulli i disa njerëzve, të cilët janë duke u përgatitur me hip anije. Pasi kanë hip anije, anija nuk i zën krejt me nejt në sipërfaqen e nalt. Anija ka dy kat dhe qesin short. Disa njerëz më u shpërnda poshtë, disa me hip nalt. Dhe si cili e merr vendin e vet në bazë të shortit çka i ka ra. Dhe tham se kjo është për qëllim raportet dhe pozitat që Allahu na i ka dhënë neve prej ilmit, prej zanatit, prej mështrive dhe fateve sa na i ka caktuar Allahu xhel xhelaluhu. Ai që ka bëu dikan alim, Allahu ja ka dhënë takatin. Ata që ka bëu Allahu mjeshtër, Allahu ja ka dhënë takatin. Tregtarin Allahu e ka bëu tregtar, ja ka dhënë mundësi dhe me manovru me mendjen e tina. Andaj këto janë pozitat e Zotit që neve na i ka caktuar. Çka ndodh? Tha alayhi salatu wassalam, këta që janë poshtë, pra në barkun e anijës, duhet me dalë nalt me mor ujë për nevojat e veta. Dhe kanë thënë dietar, kjo është simbol i nevojave të kësaj bote. Simbol i nevojave të kësaj bote. Por këta që janë më nalt, më shpejt i prekin tenderat, më shpejt i prekin pasurinë. Atëherë tha alayhi salatu wassalam, ko pas kohë këta poshtë disi bezdisën dhe thonë, ai diçka, na me ujin jena shumë pak. Që ujin ku e kena? Na dalë një shtres. A e shpojnë e morë në ujin? A e shpojnë anijen e morë në ujin? Thot alayhi salatu wassalam, dhe thojnë, mos ti munojna këta nalt, mos ti munojna këta nalt. Dhe mona me në gjdo shpreje për nësam është këto ligjë me të cilën djetarë kanë gjerë mësime dhe porosi. Thot për nga mësam, nëse i lajnë këta nalt me e bo këta poshtë, që ta shkatrohen krejt, sa anija nuk e njef. Tërmetin në edhim se nuk e ban gjuna i fmije, se s'ka fmija gjuna. Po na pëshovmi se kur pëndodh tërmeti po zinë edhe fmija ati nër mure. Pse? Se me gjunajnë e të mdhejve. Kjo e ligji Zotit. Nëse dikush ban gjuna, apo na bojmë gjuna, dhe na nuk thirmin të mirë dhe nuk dalëm nga e keqja, neve anija ketën a përmbys. E pastaj dalmi të Allahu në basë të veprave tona. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, e nëse i kapin edhe i thojnë, mos e shpo anijen, shpëtojnë këta dhe shpëtojnë këta nalt. Ky hadith është hadith i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne kanë ngjelë disa mësime dhe me këta e përfundojna. Tham, mësimi i parë është se s'ka shoqëri pa ligje, haroje. Çdo shoqëri ka një kufi që tu thotë sun shkel. Tjetra, than dietarët se përgjegjësitë nuk janë individuale, po janë kolektive. Shumë për veprave tona na i mendojnë ato se unë jam të bo për veti, ti të bo për veti, po kjo e vetja jo të rrokë edhe tjetërin. Treta, arabët e kuptuan se nga kjo hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha pozitan anije nuk t'jep ti vlerë. A je alim, a je hafëz, a je shkencëtar, a je kujdi qka prej veprave, a je ma i voglin pozit, në anije je njësoj. Pse qëllimi a ketë me mëni mbregdet. Dhe mësimi 4 thanë djetarët se njeriu po hiki për një përgjithësie fetare të Zotit e sprovon Allah me të njëjtën për dikuj tjetër. Mësimi 5 është se njeriu s'mundet me hik për shoqënisë. Nuk mundet me thonë kështu e kanë për qëllim djetarët, as marr as stjap. Shko, pa tjetër kime morë dhe pa tjetër kime dhanë. Mësimi 6, të cilë djetarët i kanë nxjerrë nga kjo hadith, kanë thonë kështu: këta çka janë nalt, që e kanë ujin afër, këta janë që kanë mundësi ndoshta edhe domethënë më të komodshme me nejt aty, ujin nga levërdit, nga fitimet, nga çka duhet me bë nëse rrezikohet anija. E para çka duhet me bë është me kriju plan qyshminal. Se do një arti e ka pa i snalët. Sa njerët i ka deviju fëmija, dhe dojë shka të baj, thot. Qka të baj? I ka deviju vajza, thot, qka të baj?
Nuk ka çka të baj, duhesh me mendu natë ditë gjumi mos me xan, çka të bajsh. Andaj dietar than, këta në alt duhet me mendu vazhdimisht çish minal, pse? Se nuk është puna aty me poshtë veç, shkojnë edhe në alt. Kur të bëhet dikush gjina, kur të shkel dikush farzët e Allahu xhel xhelalu, nuk më nda me thon, po puna ative, në vërtet vet hiaj, ai ka me hin vërtet. Po neve na përplas këtu, në këtë dunjë edhe neve. Apo në vërtet po në ahiret. Në vërtet është andej, këndej po vlasi. Tërmetet, vërshimet, smundjet, të këqija që na e të ndodh, kush aty bëhet? Njëse në diskutu tash, krejt janë bo analista, geopolitik, eksumerat, gjithologa janë bo krejta. Ne e dina kush e ka shlu virusi, kush e ka shlu virus, eksumerat. A duhet mu besimtari mu kam pak ma modest. Qish do koft e vërteta je balavacu me një të smundje, me një të keqe. Kush e ka bo? Unë dhe ti ba gjuna Allahu gjellë gjellalu. Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, para kiametit Allah i ka me shlu smundje që si ka njof njërzimi. Apo? Ka me shlu smundje që si ka njof njërzimi. E pse? Se gjunat kanë mu bo shumë mat egra. Njërzilloku ka up të njërzit. Smun është as mi kaldu që ka dalbe se sove që shpëdhu ti, se ki drejt ti njani apo miliarder atje s'nin për njerëzit, apo? Dhe mundohet veç vetës mja për shtatë. Andaj mësimi i gjashtë është që ata që ka janë nalt, e që kanë pare, e që kanë komoditet, mës me menu veç për veti. E mës ani me thonë, pse e shpoj ki këta, pe e ka shpu ndoshta tu dash me angër buk. Apo, sta shtetet janë prish prej klasës punëtore. E dhe ke lexuar një histori? Janë prish shtetet nga klasa punëtore. Pse? Sa i mbretja gje ka kujtu që kitë mira puna. Këta që ka bojnë pare shumë, e morin një post, thot, shka ka be kitë mira, po ti e ki mirë, njerëzit vullë për dinar, një dinar së në nëzirë. Andaj këta që ka kanë, dhe çdo kush ka ka, mos fleje veç për veti. Dhe të mendoj se dikush, e pastaj ta shpona njën. E shpona janien. Nuk po thojna se do të vinë të mësimi tjetër. Nuk i lejot ati me shpu anien, po ndo një arzorja që në me shpu anien. Sikur se një kone Omar Khattabit kishte vedhë njëri pare. Ja pronë Omar Khattabit që hajduti. Tha qëfar hajduti ki? Tha që ke vedhë, tha mil. Hecë, shko. Qka ti bajsh njëri që ka vedhë mil, për me hangë, për bukën e vetë? Andaj, duhet ata që ka kanë dhe kanë pozita dhe kanë pasuri, me mendu për këta se ta shpujnë anien. Mësimi i shtatë që kanë zirë djetarë dhe me këta e përfundojna. Kanë thonë djetarë, sa do që e ki gjendjen kritike, i e poshtë anijës, du është mu munu shumë dërsa ta mërës të drejtën tane. Prapë se prapë, pejgamberi s.a.s. thotë, du është me mendu me nivel qëshnijës. Njani ti plas nervi, thotë smujve, veç unë jam të hekë. I dëgjoni fjallë, apo? Veç unë e s'po kam, veç ketë u knaqën, veç unë e meta. Ketë i kanë bo krejtë, unë e s'kam bo kur gjo. Dhe qka ban? Kjo mendësi që në zullum, kujdes. Nuk lejohet rrethana e zorshme dhe e vështirë me ta leju me bo zullum. Do me thanë, pse jeti në zorë mos e shpo anijën se bina ketë. E qka me bo? Ka mënira. Zullum qarët, kriminelt, ata qka i keshpërdorin pasurit. Të mërimin akhirat, në të nalet anija, kretë kanë marrë në vend. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an neve në ka premtue, kulle dhi fadlin, Allahu ja jep, ju ti kulle dhi fadlin, fadle, keq ka një merit, kam i adhan Allahu Gjelle Gjelaluhu. Në dunja, apo në akhirat. Do me dhanë djetarë kanë zirë kështu, ma qartë. Ketë kena zorëna. E shenjanin si mungon kur gjatë ti të mungojnë plët. E shenjani, për shemull, me pak lëvizje, ka shumë pasuri, ti dërmosh të punu me nëzise e nëzirë, ditorën apo mujorën. Mirë po kjo, të ndëruar gjematli, të ndëruar dhe zërë, nuk duhet neve me nashti me po zullum. Ose në nashtresën e ullët, sabër, le të mëninja anija. E që ishë mëninja anija, le të dalmi para Zotit, le të dalmi para Allahu Gjelle Gjelalu. Pra edhe pse je e poshtë, mos ban zullum. Andaj ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse e lajnë me shpu anijën, nuk shpohen veç ata, nuk përfundosen, nuk fundosen veç ata, fundosen të gjithë. Andaj shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith sa qartë, në mënyrë figurative, ti krejt komplet e paramendon skenën, dhe kjo është mënyra se si na jetojna, e ka qartësue se përgjithësit janë kolektive.
E lusmi Allahun xhel xhelaluhu që Allahut na mundson me kuptue farzin e Allahut në mënyrë individuale edhe në mënyrë shoqërore. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti xhel xhelaluhu na vetëdijson aty ku nuk kena vetëdije. Na mundson Allahu xhelal nga Kur'ani dhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aty ku çka nuk dina dhe na mundson Allahu na jep takat me zbatu ata. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti xhel xhelaluhu gjunaçarët ja mundson Allahu mu pendue. Ti kthen Allahu në rrugën e Zotit.